Po tash qësoj kohëve të fundit, do më thonë qëto vitet e fundit shkoj ma shpesh, se jo edhe fëmija mu kanë rrit pak, edhe Meda është ma shumë në shpe, kështu që shimi shpesh, po. Okay. Po, për shembull për pushime familjare, ku zakonisht shkoni? Ç'a bëni? Keni qef pushime familjare apo keni qef më mirë që të rini në shtëpi dhe Jo, na zakonisht gjithmonë si të kryjnë Meda sezonën. Unë vetëm aty shpenzoj, do të thonë, Po. kjo është tek pushimet. Po, unë i du pushimet shumë, arsye që më bjen gjatë gjithë vitit me qenë me angazhime dhe pushimet me zi pres. Në përvene të ndryshme. Në përvene të ndryshme. Në përvene të ndryshme. Për shembull, gjatë janarit, ku edhe gjithmonë bëj pushimin tem mas vitit të ri, mas angazhimeve pjesës vitit të ri, do me thonë, kur i bëj pushimet, në atë kohë janë fëmija në për shkolla, atëherë, ose vim prinja e lulës, rinë me fëmijë. Pra shkoni të dy pushimet çift vetëm. Po, babi ka nejt me mamin derisa ka ndrujet mamin, do me thonë, i kam pas, po kanë ardhur edhe prinja e lulës, kanë nejt me ta. Edhe kemi shku një janar gjithmonë vetë, sepse janë fëmijët në për shkolla, kurse pushimet verore i kalojmë gjithmonë bashkë. Shumë interesante, shumë mirë. Po, për shembull, pjesën e jetës vetëm ju në çift, pa fëmijët, se patjetër ishit ju para, pastaj ishit ata. Si e menaxhoni, shkoni për shembull për darka ose bëni ndonjë date night, do e thoja, si pushimet? Po, nuk ta bjen shumë, domethënë, jo me det kështu me 2-3 det, po të pak të një natë dikon të një shoqëri ose dalmi vetë shkojmë me hangër darë dikon, edhe nuk e kem gajlen të fëmijët, sepse tash edhe janë rritë fëmija, po edhe janë njerëzit për rreth shtëpie që kujdesen për ta edhe dalin. Përpara, normal që e kemi pas ma vështirë, po tash, jo, tash nuk e kem, do me thonë, dalmi shpesh herë. Okej, po kafshët në shtëpi tuaj, keni kafshë që në mace? Po, kemi një macë, Një mace? Që Meda e do fort? E du se është me të vërtet është shumë e mirë. Denisi i vogël. Duket vetëm te maca nuk gjelozana. Ja te maca zgjelozana. Jo. Edhe pse është mashkull. Edhe pse o mashkull, nuk gjelozaj. Denisi, djali i vogël ka dashur patjetër me pas një kafshë. Një kafshë. Pa i ka lyp edhe majmon. Me që edhe krokodilë që se ka kërku. Edhe s'ka mujt me plotsu ato, se arsyeja që në Gjermani, do me thonë, do të me majtë edhe mrena në shtëpi. Patjetër. Edhe macja shumë e mirë, edhe kemi shku me të, e ka përzgjedh vetë. Okej. Qysh bebe macën e vogël, e ka përzgjedh, edhe tash e kemi shtëpi, tash 3 vite, ha? 3 vjet. 3 vjet. Edhe është shumë e mirë. 6 vjet kur i ka pas Denisia, kena mbledhur. Është e dashme, nuk është një macë kështu që është e bezdeshme? Që, po? Absolut jo. Ajo ullet me një vend, nëse nuk e thirr rrën 3 orë, shumë e qetë. Shumë e qetë. Shumë e qetë. Do kishit marrë një kafshë tjetër për shembull, edhe pse keni macë tani? Për shembull, nëse dikush kërkon një kafshë tjetër si majmuni ose zonë. Me të vërtet kushton shumë kohë. Tash për shembull problem, jo pse unë i du shumë kafshë. Unë i du kafshë shumë. Për shembull në fshat ku ka jetu gjyshja, tash ku jeton Axhi atje. Në fshat për shembull, atje me pas mundësi unë e kisha mush me kafshë ndryshme, për arsye se unë i du shumë kafshë. Po në Gjermani ose në Prishtinë është e modimshme me majtë. Një lema me majtë ma shumë, se e dojnë kohën e vetë. E dojnë kohën e vetë. Tash për shembull në Gjermani kem të lashët me alon dikujt me mbi këshyrë. Edhe është gjuna se aja e ninë edhe mungesën tonë, do me thonë unë evrej. Kur kthehemi prej këtu, për shembull, e shef ato në shtëpi që i gjuhet çdo i cilit, ose është i lënu nuk na vjen fare. Ose më një farë distancë nuk të afrohet. S'të afrohet hiç. Seni munduar ndonjë ta merrni me vete? Apo është shumë ta marrësh me vete? Me marrë me vete është nuk e njeh vendin ku jem për shembull. Kam frikë edhe unë. Friksohet ose mund ta shtyp makina ose tik diku ose çate ndacak. Kështu që atje ka ma të sigur tjetë. Do më tregosh pak më shumë për çfarë ke qefti të tregosh në kanalin tënd të ri të YouTube-it, që dhe ndjekësit e tu të kuptojnë disi se pse
ose çfarë do bësh në ato video, do jenë vlogs, do jetë jeta familjare, vetëm ti, çfarë do jetë e gjithë dinamika e videove? Unë do më thonë, si që e tham edhe më parë, kanali është shumë i ri, është se e kom hapë. Menoj që ka me qenë çdo gjë mix ka me konë, do më thonë, nuk është diçka, nuk jam diçka e fiksume si ka me konë vetëm kjo, por ka me qenë pak qyshe kaloj ditën, për shembull me fëmijët ose s'po di shme të regu. Mix, sikur që e thash. Lifestyle. Po, fëmijëve i ke treguar që do bëhet një kanal YouTube edhe me fëmija, dhe si e pritën? Mirë. Shumë mirë. Mirë shumë, po. Do të thënë ju pëlqen dhe ju suportojnë po. në çdo hap, ma më pëlqen që bashkëshorti juaj ju suporton dhe nuk është nga patjetër xheloz shumë i tepërt. Qyre ju ka hjek xhelozia, që me thonë, 50% ju ka hjek më doke xhelozia. Jo, nuk kam xhelozi këtë gjanë. Support ndaj femrës. Është xhelozi normale, nëse një njerë nuk e don atëherë xhelozon. E vërtet e kjo është më si puna e gjumit. Ja dhe kjo për shembull që më don më shumë jam të gjumit, e fati tepet. E thash. Po, nuk e keni për shembull, nuk e ke menduar ndonjëherë që është ndoshta do bëhet pak problem të tregosh çdo pjesë private tënde, se shtëpia është shumë private. Normal. Jo të gjithë e din si duket, si është, ose si je ti në raport tënd familjar. E din vetëm kur del në për lajme, në për video, në Instagram patjetër. Kështu e ke menduar pak, ke pak frikë për këtë pjesë, apo i ke futur një mendje të lehtë të thua? Nuk është që kam ndaj lloj frike, sepse prap unë nuk tash po foli kështu adin me nga vetja, qysh unë si lule jam. Nuk dal jashtë vetës, do më thonë nuk e teproj. Asnjëherë. Edhe jam shumë e matne se çka do të postoj, çka jo. Jo që unë Patjetër, nuk... po edhe fatmirësisht do me thonë e ka një staf të mirë mas vetit. Normal. Për kujdesën për këto gjana që i falenderoj shumë. Po, që unë jam i bindur që nuk lëshojnë diçka që nuk ja vlen, kështu që absolutisht nuk do të ketë ndonjë egzagerim diçka. Jo, është sepse, shiko, zakonisht njerëzit e showbizit kanë problem të nxjerrin veten, shumicën e rasteve, dhe familjen e tyre. Dhe mua më pëlqen sepse kjo është një frymë e re që juve po nxirrni, sepse nuk kemi mësuar me shqiptarët që të kapin veten në pjesët e tyre më intime siç është shtëpia. Po. Dhe është një frymë e re që besoj që duhet bërë, edhe pse jo, janë edhe ndjekësit tuaj që ju ndjekin ndërkohës edhe do ju duan akoma dhe më shumë se që duan, dhe do ju suportojnë akoma dhe më shumë, dhe do jetë shumë interesante dhe do thonë prit pak se Meda është person shumë familjar, na pëlqen, dhe si e ka marrëdhënie me gruan dhe fëmijët. Edhe është edhe një mësim edhe për djemt e rinj, kupton? Ata djem që ka një nuse në shtëpi ose duan të martohen, shohin dhe atë jetën martësore në harmoni të një familje, që është edhe showbizit, por ka dhe jetën e tyre private. Prandaj mua më pëlqen shumë, edhe unë besoj se do heci jashtëmase shumë. Edhe me po pres që t'ju shoh në Instagram dhe të shoh ato videot e YouTube-it dhe çdo gjë tjetër. Faleminderit shumë. Unë do ta mbyll këtu këtë pjesë. Do keni patjetër më shumë puntata të tjera nga Lulja, edhe më shumë gjëra që do shihni nga jeta e saj private, sepse këtu cekëm vetëm ca grimsa të jetës, por në pjesën private do shihni akoma dhe më gjallëri, edhe do shihni gjëra më interesante dhe me fëmijët dhe me Medën dhe si shkoni gjithë harmonia. Kështu që ju lutem like, share dhe subscribe patjetër në Instagram dhe kudo që t'jeni.